Sa më shumë të përpiqesh të mësosh në gjë të re nga shkenca dhe arritjet e fundit, gjithmonë do të ndeshesh me një mur të shurdhët, kur bëhet fjalë për arritje të cilat nuk janë bërë publike, dhe pothuajse gjithmonë pas tyre qëndrojnë shërbimet inteligjente të ushtrisë dhe jo vetëm. Dhe të duhet një këmbgulje shembullore që pasi të kesh dëgjuar për një arritje të caktuar, të fillosh të hulumtosh për të kuptuar të vërtetën. Nuk është se nuk ka të dhëna, por çuditërisht të gjithë temat që quhen konspirative nuk e shohin dritën e diellit tek mediat zyrtare. Tema që do të bëjmë fjalë sot është mjaft e vjetër, daton në 1143, por është e rëndësishme të kuptojmë teknologjinë që u përdor në atë kohë, teknologji që mbahet e fshehur edhe sot. Jemi në kohën e luftës së dytë botërore, dhe në ndërtese gjermane, të famshmet U-boat po bënin kërdin në Atlantik si dhe afër brigjeve lindore amerikane. Fundoseshin rreth 100 anije tregtare dhe ushtarake në muaj, duke e bërë lundrimin e Atlantik pasigur. Duhet ndërmarrë diçka urgjentisht, dhe aleatët filluan të mendojnë seriozisht për të gjetur mënyrën për të mbrojtur nga armiku i padukshëm në New York. Zyrtarisht ky eksperiment nuk ka ndodhur fare, por fal internetit, gjatë hulumtimit fillon dhe gjen gjëra mjaft interesante. Në 1155-ën, nëpërmjet postës arrin tek zyra e zbulimeve detare një paketë anonime, brenda së cilës ndodhe një kopje e librit të Morris Jessup me titull Rasti UFO i një objekti të paidentifikuar. Morris Jessup që një pionier në fushën e kërkimeve UFO në vitet 1950 dhe autor i disa librave në këtë fushë. Në këtë libër gjendesh edhe një shkrim me 3 nuanca të bojës blu, dialogje këto midis 3 personave që diskutonin për disjet fluturuese, teknologjinë prapa tyre, si dhe llojet e ndryshme të jashtëtokësorëve që vizitojnë këtë planet. Pas një viti Marina e thret Morris Jessupin për të marrë informacion, dhe ky thotë se shkrimi takon personit me emrin Carlos Allende, apo Carl Allen. Shkrimi që firmosur me emrin Carlos Allende, natyrisht një pseudonim ky. Emri tjetër që i vërtet, Carl Meredith Allen, lindur në 1925 dhe vdekur në 1994. Në 1942-43, shërbeu si marinar në ushtrinë amerikane dhe pas luftës punoi prapë si marinar në marinën tregtare. Historia fillon të bëhet pak nga pak interesante. I dërgon një letër Morris Jessupit dhe përmend rrezikun që qëndronte pas teorisë Einsteinit, për cilin thotë se e njohu personalisht. Thotë se Einstein që një nga figurat kyçe të eksperimentit Philadelphia, që ka ndodhur në 1143, në të cilin asistoi vetë Carl Allen. Eksperimenti kryesor ka ndodhur 28/10/1943, ku Marina e Shteteve të Bashkuara të Amerikës testoi padukshmërinë e anijes USS Eldridge dhe e arriti duke mbështjetur me një mjekull në ngjyrë jeshile, e cila nga ana e saj solli dhe efektet padëshiruara. Paralelisht me zhdukje nga radarët, anija u teleportua nga kantieri detar i Filadelfias në Norfolk të Virginias, rreth 500 km larg. Gjatë këtij eksperimenti, destrojeri që me ekipazh të plot, 15 oficer dhe 200 marinar. Horrori vërtet filloi pasi destrojeri u kthye mbrapsht në Filadelfia. Sipas Carl Allen, anijes nga pamja e jashtme nuk i ndodhi asgjë dramatike, por ajo që ndodhi me ekipazhin që më keq si një film horror i Hollywoodit. Disa marinar që janë komplet të çorientuar, disa kishin humbur kujtesën, disa kishin luajtur mendsh dhe pësuan një histeri kolektive të pakontrolluar. Disa të tjerë kishin mbetur të ngrirë në vend pa lëvizur, si të ngrirë në kohë. Një pjesë tjetër e marinarëve pati një fat më të keq. U materializuan brenda trupit të anijes, sikur u shkrim me metalin e anijes. Duar të ngjitura pas mureve të anijes, këmbë të ngjitura pas dyshemes dhe çështme e dhimbshme, disa marinarë që janë gjallë ndërkohë që trupi tyre që shkrim me anijen dhe historia vazhdon. Disa trupa marinarësh u shndruan në copa mishi që digjeshin me një pamje që duket sikur trupi që kthyer mbrapsht nga brenda jashtë, njësoj si që heqim një bluzë mbrapsht. Ky projekt që u quajt eksperimenti i Filadelfias apo projekti Rainbow, që pjesërisht i suksesshëm. Dr. Morris Jessup telefonoi një ditë një kolegun e tij Valentinit, duke i kërkuar një takim tepër urgjent, për arsye se i kishte rënë në dorë një dokument tepër sekret
që dëshmonte se eksperimenti i Filadelfia që më tepër se një eksperiment elektromagnetik dhe zhduke në një dimension tjetër. Fjalët e tij ishin: kam parë një dosje me të dhëna që po më tmerrojnë. Ky eksperiment është vetëm maja e icebergut. Ata kanë hapur një portë kozmike, dimension tjetër, botë të tjera, qenie të tjera inteligjente, dhe kjo është e tmerrshme. Ftesa ishte për 20 prill, por Xhesa nuk shkoi kurrë për darkë. Sipas raportit policisë, në orën 18:30, ai shkoi në një park në Dade County në Miami, ku dhe me sa duket vrau veten, duke u helmuar me dioksid karboni. Valentini kërkoi raportin origjinal nga policia, por përgjigja që mos fol me njeri për këto gjëra dhe mos komuniko me asnjëri që të mos pësosh edhe ti në një aksident. Vetë Carl Allen, gjatë viteve në vazhdim ju largua mediave dhe 10 vjeçar më vonë e pohoi prapë eksperimenti. Varianti zyrtar i Marinës së Shtetet Bashkuara është se nuk kemi kryer kurrë eksperimente të tilla me anije. Çudia është se destrojeri USS Eldridge, pak vjet pas incidentit, u tërhoq nga shërbimi, gjë që është e çuditshme. Ky destroyer u porosit në 1942 dhe puna për ndërtimin e tij filloi në 22/2/43 dhe hyn në shërbim në 25/7/43 në një gjatësi prej 93 metrash. Eksperimenti ndodhi pas 3 muajsh dhe vitet në vazhdim lundrojnë në Mesdhe dhe në Afrikën e Veriut. Çuditërisht, pikërisht ky destroyer bie në kontakt me një objekt në New York dhe e sulmon pa sukses. Në 1946 e nxjerrin nga shërbimi dhe ja falin Marinës greke, e cila e pagëzoi me emrin H.S. Leon dhe del nga qarkullimi në 1991. Megjithëse emri Einstein nuk përmendet fare, ndërkohë përflitet Tesla, Carl Allen thot se Einstein punonte te ky projekt dhe se e ka njohur personalisht. Por a ka punuar Einstein për këtë projekt? Duke u lumtuar nëpër dokumenta, gjendet kjo që shihni dhe që vërteton tezën se Einstein ka punuar part-time në 1943-44 për ushtrinë amerikane dhe pikërisht si konsulent tek zyra e armatimeve të Marinës për temat e padukshmërisë së objekteve dhe teleportimin. Kuptohet se këto eksperimente do të mbeten sekrete mbi sekrete. Asnjëherë nuk do të pranohen zyrtarisht. Një emër tjetër që përflitet jashtëzakonisht është ai i Nikola Teslës. Emër ky që shëroi çdo patent kur bëhet fjalë për teknologji të tilla. Ai u shfrytzuan dijet e tij te ky eksperiment. Në shtat i parë 1943, Tesla gjendet i vdekur tek dhoma e hotelit New Yorker, ku jetonte, dhoma 3327 në katrin e 33. Mbledhja e këtyre numra jep 6 apo 9, çelësi i universit, por të mos shpërndahemi. Tesla vdesi i harruar nga shoku dhe miq, aq më shumë se të nesërmen kishte takim me Eleanor Roosevelt, gruan e presidentit amerikan Franklin Delano Roosevelt. Por atë nuk e harroi FBI-ja, e cila në datë 9 janar hyn në dhomën e tij dhe mbledh si me fshes me korrent gjithçka gjendi. Në të vërtetë FBI thjesht bënte roje, sepse personi që hyri brenda dhe që e përgjegjës për gjithçka, që pikërisht xhaxhai i presidentit aktual të Shtetet Bashkuar Donald Trump, dhe ky person quhej John Trump, profesor IT e Universitetit Massachusetts, së bashku me ndihmësin e tij, një djalë të ri i quajtur Richard Feynman, Nobel në fizik në 1965, dhe që të dy punonin për Marinën. Përse këto dokumenta të tezës duhet mbaheshin të mbyllura deri në 2016, kur u bën publike disa faqe të sunguara. Një pjesë e madhe ndodhen në Muzeun e Teslës në Beograd, natyrisht jo ato sensitive. Përse ky eksperiment ndodhi 9 muaj pas marrjes dokumentave nga dhoma e Teslës? Mos ndoshta këto dije ranë duart e dikujt që ka një buxhet pa kufizuar. Për të ndërtuar teleskopin më të madh në botë, James Webb, u harxhuan $10 miliardë, shumë kjo e papërfillshme me buxhetin që ka ushtria amerikane. Është e pamundur që në këtë eksperiment mos ketë gishtë Tesla, kur dihej që autori qindra patenta me teknologji jashtë trurit normal njerëzor. Marina e Shtetet Bashkuara e kryente eksperimente me anije dhe natyrisht shfrytëzonte patentat e Teslës në praktikë dhe sidomos ato që quhen padukshmëria magnetike e anijeve. Marina punonte për demagnetizimin e anijeve. Gjatë luftës së dytë botërore, përveç në ndeshjeve U-boat,
gjermane, problemi i madh që janë dhe minat nënojore për të cilat gjermanët që janë mjeshtra. Përveç minave që shpërthenin me kontakt, gjermanët filluan të prodhojnë mina magnetike, të cilat nuk kishin nevojë që të vinin në kontakt me trupin e anijes, por vendoshin disa metra nën ujë, aktivizoheshin me ndihmën e sensorëve, të cilët kuptonin ndryshimin e fushës magnetike kur kalonte anija sipër dhe shpërthenin minën. Marina ndërmori masa të suksesshme në atë kohë. Me ndihmën e gjeneratorëve elektrik, krijuan demagnetizimin e trupit të anijes, duke sjellë si rezultat mos funksionimin e minave magnetike gjermane dhe duke patur parasysh se thelbi i punës tetës që elektromagnetizmi është pothuajse e pamundur që të mos ketë marrë pjesë tek eksperimenti i Filadelfis. A ka ndodhur teleportimi? Na shton se kjo ndodh vetëm tek filmat e Hollywoodit, por nuk na thanë të njëjtën gjë për klonimin. Klonimi u pranua zyrtarisht në 1996 në Roslin, Skocis, me eksperimentet që u kryer me Delet Dolli. Në fakt, klonimin e parë ka bërë Miloš Marić, vëllai i Maria Orsic, kroatja që krijoi shoqërinë ezoterike vril të nazistëve. I vëllai që dekani i fakultetit mjekësisë në Saratov, dhe klonimin e ka kryer në 1936. Po engjëlli i vdekjes Josef Mengele, çfarë eksperimente shkryente në Auschwitz? Ndërkohë, shkenca pranon zyrtarisht teleportimin tek grimcat subatomike. Tesla punonte si konsulent për marinën amerikane dhe ky eksperiment ka filluar që në vitet 1930 në Chicago. Në 1933, projekti u zhvendos në Universitetin e Princeton dhe Tesla hoqi dorë. Me kërkesën personale të presidentit Roosevelt, Tesla ju bashkua pra projektit që në atë kohë quhej borxhi. Duhe krijuar një fushë jashtëzakonisht e fuqishme elektromagnetike, të cilën mund të realizonte vetëm Tesla me gjenerator të dizenjuar për këtë qëllim. Janë përdorur frekuencat rezonante të Teslas për destabilizimin e strukturës materjes, patent kjo me numrin 1897. Tesla u shqetësua kur mori vesh se eksperimenti do të zhvillohej së bashku me ekuipazhin e anijes dhe i tërhoqi vëmendjen ushtarakëve se shkencëtarët nuk mund të dinë se ç'mund të ndodhë me trupin e njeriu gjatë eksperimentit. Kërkoi më shumë kohë në dispozicion, por i thanë të haronte kohën. Ndërkohë filloi lufta dhe një ditë të ftohtë marsit të 1942 filloi testi i parë. Gjeneratorët u ndezën në anije dhe s'ndodhi asgjë. Testi dështoi dhe Tesla hoqi dorë. 10 muaj më vonë, gjendet i vdekur në dhomë. Natyrisht që ai e sabotoi eksperimentin. Më 12 gusht 1943 u zhvillua një test tjetër me njerëz pa dijen e tyre. Anija zhduket për 4 orë, jetët njerëzore, thjesht statistik. Eksperimenti tjetër u realizua në 8 orë dhe prap jetët njerëzore një statistik. Pas shumë eksperimentesh ai radhës u kryer në gjirin e Meksikës në 1950 dhe problem me qenet e gjalla që zgjidhur. Në anije u vendosën gjenerator me frekuencë të lartë, por burimi i energjisë ishte i panjohur. Në anije u vendosin transmetues në mënyrë që çfarëdo që të ndodhte të mund të lokalizohesh. Kur filloi eksperimenti, anija u zhduk bashkë me sinjali, dhe kur sinjali u kap pas disa sekondash, anija ishte rreth 320 km larg. Pas kthimit të saj në vend, shkencëtarët hypën në anije dhe u befasuan. Aparaturat ose funksiononin keq, ose ishin prishur. Trupi i anijes kishte pësuar dëmtimet sikur të kishte qenë në luftë. Dhe më e keqja, një pjesë e ekuipazhit ishte zhdukur. Një pjesë ishte çmendur bashkë me kapitenin, ku sipas analizave, truri i tyre kishte pësuar një lloj qarku të shkurtër. Si është e mundur që brenda disa sekondave anija të zhduket? Antarët e ekuipazhit ishin në gjendje që të jepnin ndonjë përgjigje dhe betoheshin se ishin larguar me javë apo me muaj. Aty ku ata shkuan, koha rrithe në një mënyrë tjetër, me një tjetër njësi matse. Ata deklaruan se u takuan me disa qenie të çuditshme në kohën që anija u zhduk, në një dimension tjetër bosh. Nuk kishte pemë, ujë dhe diell në qiell. Ishte si një lloj mjegulle të verdhë në të bardhë. Në këto kushte, disa qenie si insekte u ngjitën në anije dhe qenë në gjendje të komunikonin me ekuipazhin telepatikisht. Ne shërbyen si kabje laboratori për ta.
Kjo që edhe arsye se përse disa nga ne u zhdukën. Kjo është ajo që quhet udhëtimi në kohë e në hapësirë. Natyrisht që fakte unë personalisht nuk kam, por kur kam vëre se ekziston një tis mjegulle në të gjitha historitë me përmbajtje arstoksores. Mirë, vazhdojmë. Vazhdojmë një fakt tjetër që ka ndodhur një çifti në pension nga Marylandi dhe 2 miqve të tyre. Çifti kishte blerë një shtëpi dhe po e rinovonte së bashku me miqtë e tyre, dhe ndërkohë që ishin në një nga dhomat e katit të dytë, papritur shpërthej një si dritë jeshili në njërin kënd të dhomës dhe shfaqet një person me rroba ushtarake të marinës amerikane. Pasi figura u bë solide, ai bërtiti 2005. Kini kujdes 2005. Ata po lozin me të ardhmen tonë. Pas kësaj, ai u zhduk njësoj si që shfaq. Ekziston mundësia që i marinari i eksperimentit Philadelphia të ketë ngecur një lloj bërshllëku kohor. Ditën e dytë, një furgon i madh me logon e NASA-s filloi të vinte vërdall tek shtëpia. Dhe kjo vazhdoi për një javë rresht. Eksperimenti i Philadelphia u zbulua nga një telefonate e bërë në një gazetë të vogël rajonale në Virginia. Vite më vonë, u vërtetua se informatori ishte një përvërtuese të kullës detare, i cili kishte parë shfaqjen dhe zhdukjen e Eldridge. Me Eldridge, mori fund historia e një eksperimenti që u përfol më së shumti në media dhe njerëzit në mbar botën. Por me të, lindën e shpresat e para për një transport të qastit nga një hapësirë në tjetër. Dhe ju vazhdoni të qëndroni te bota e fshetë për të rejat e fundit. Tung!